shkelur të drejtat e njeriut, qoftë të bashkëpunëtorëve apo personave që mendoheshin që ishin bashkëpunëtorë kundërshtar të UÇK-s. Përgjigje jo, nuk kam qenë. Pyetja, a keni qenë ndonjëherë në dieni të ndonjë marrëveshje të thënë apo të pathënë për të friksuar në mënyrë të paligjshme persona që mendohej se ishin kundërshtar të UÇK-s apo bashkëpunëtorë, apo për të kryer dhunë kundër atyre, apo për të hequr ato në mënyrë që UÇK-ja të kapte pushtetin në Kosovë. Përgjigje jo, nuk kam qenë. Tani do të diskutoj dëshminë e zotit Bislim Zorapi dhe mënyrën se si ZPS-ja ka trajtuar dëshminë e tij, pas pak dhe në pak më në hollësi. Për momentin ju tërheq vëmendjen në pohimin e ZPS-s, parashtrimin e ZPS që bëri të hënën, ku ata përshkruan Zorapin si një vetmi generali i shtabit, antar i shtabit të përgjithshëm, i vetmi i cili nuk ishte pjesë e këtij grupi të personave të besuar. Ai ishte i vetmi person nga jashtë. Kjo është në përputhje me paragrafet 14-31, 14-32 të dosjes përfundimtare të ZPS-s, në të cilën ZPS-ja parashtron se se dëshmia e kaluar dhe pranishme e tanishme e Zorapit është në pjesë të gjerë përputhëse, por përpiqet të largojë të heqë provat shfaqësuese prokuroria përpiqet të largojë provat shfaqësuese në favor të zotit Thaçi, mbi bazën se ai siç pretendon prokuroria nuk ishte pjesë e rrethit të brendshëm të shtabit të përgjithshëm, pjesë të cilit ishin të akuzuarit, dhe ai nuk kishte besimin e plot të gjithë pjesëtarëve të UÇK-s, përfshirë disa antarë të shtabit të përgjithshëm, dhe që përrjedhoi këto faktorë kanë ndikuar shkallën në të cilën antarët e shtabit të përgjithshëm do të diskutojnë, apo nivelin në të cilin antarët e NKP-s do të diskutonin hapur politikën ndaj kundërshtarëve me të. ZPS-ja pohon më tej në paragrafin 14-33 se Zorapi ka dhënë dëshmi në pjesë të gjerë përputhëse në kohë në gjykata të ndryshme dhe i ka qëndruar atyre deklaratave. Kjo është në përputhje me mënyrën se si ZPS-ja ka ngritur akuzat dhe paraqitur prova në këtë çështje. Përkatësisht, në asnjë moment ZPS-ja nuk ka identifikuar Zorapin apo emëruar atë si antar i dyshuar i NKP-s së pretenduar. Si përmbledhje, qëndrimi i ZPS-s është që Bislim Zorapi është përgjithsisht dëshmitar i besueshëm. Ai nuk është identifikuar si pjesë e ndonjë NKP-je dhe nuk pretendohet ZPS nuk pretendoi që ai të jetë pjesë e ndonjë NKP-je. Provat e ZKP-s janë se ata që ishin antarë të NKP-s i kanë mbajtur diskutimet e tyre lidhur me qëllimin kriminal të tyre jashtë pranisë së tij. Qëndrimi i tyre lidhur me Zorapin ka ndikime domethënëse të rëndësishme në besueshmërinë e tërësishme të provave të ZPS-s.